ati mirja bon kja unë e ju. Hashin thashi me shokët e vetë, tenër Gjepselimin, o Allah inshallah lirohet më Afrikë edhe kanë më liru. Se, këta Amerikanë të po ku shkun loj generali, NATO që i kom. Ushtëria shqiptare kom për toke, NATO kom për qiell. Edhe kanë liftu bashkë. Recep Selimi e ka folë një fjallë të vërtet. Me gjithë në vetë vendosim, po tha atje, në qofë se na kemi bon krimi që të shka jem krerë të uqëkës, ka bon dhe pakti NATO, SBA e Bashkimi Evropian, se kënë mi kom në bashkë luftim. A këta në kom për qiell, na për toke. Edhe vërtet u qashtu. Recep Selimi këtu ka folë mirë. Nuk është e vërtet. Inshallah në shuhën gjithë. Une nuk jam se kë po vjeke që i ka vëtë vjetë, se di sa vjetë i ka. Shkojmë një? Mehdi? Se eftet vetë vendosit e pas një emën të mirë, se shkaj një vetë vendosit e emnat e kam përqollë, bë emnat e përqollë. Që kë Mehdi e pas ka të mirë. Nuk është interesant emni. Kë me emnin e pas ka të mirë shqyqër. E emnin s'pja di, bë emnin. Musa. Që të më vje mirë rash me një vetë vendosit e emnin e pas ka me ven. To, se të arish kam të arish. Po, kë veç vjen kesh, do të me ndryshu mendimet, do të po uj, nuk kusë. E vërdet, a pajtohesh me gjumën e ish-kryeministrit Albin Kurti, hajvona, që këta faj hajvona që i dheke? Le të ka mon, a i ka thonë hajvona, se vallohaj nga që po të majteke, nuk bërë të kemi nënshkrua, nuk bërë të kemi nënshkrua asociacionin për mos me shku që e prunë Amerikanë këtë për mos me shku në Hagë, po këta nënshkruan. Mos e nënshkruan i hasë e zbanë. Tha jo vallohet ta duhet të me nënshkruan. Ja po fshi hojnë. Po valla kjo i meqëm. Pasha zoti po. A pajtuash që ju ka thonë hajvona? Pasha zoti dhe s'ka mon të tërët jo që me thonë, po aja ka bo vetë veti, se ma në fund gjoku. Po sa tre? A u keq me thonë hajvan? Por e murë për shtetin. Pa nuk mirë me thonë, po me gjë ato që, hej, edhe pe zemës, as ti ka honë se kanë marrë, se nuk e kanë kuptue. Nuk e kanë marrë vesh, qa po hatë që bëjë se nënshkruan i se zbanë. A e dini ju bura shejtoni së lojshë. A dini në kush me thonë. Shejtoni ju dy lojsh. E gjine që nuk shijet, edhe është njeri që shijet. Njeri ju i ka punë të shejtan, a ju shejtan njeri. A e dini kur murë për shtetin, u rretë. Se unë e s'ka dhe thonë, lëdë klyshat, pëtë klyshat, a klyshat. Ta është i lutë ke këta, hajde dhe vëtoni ta bëjnë i qeverijone. Lëdë klyshat, pëtë klyshat, e këta e lanë kërë, e ta është përshkujnë zjedhjet. Zjedhjet, krejt bota shqiptare Kosovës, jashtë e majnë e konë për 21 dhjetor ose 11 janar. Albini me vjosin i bonën të dë dredhagji, anti-Kosovë, anti-shtet, e kam bo me 28 dhjetor, kur s'janë këta bashkësia ndërkombëtare, as Amerika, as Evropë nuk janë këtu, janë për fejstën familje dheta, që me mujtë me bona e të lovi këtu në i vo, edhe pare po ipe në ka mas. Kjo është dami shtetit. Kur si ka silë sankcione Kosovës, LDK-ja u konë registru me Beograd. Fehmia Goni profesori na ka bon e dijen Xhamit Petrovës. Ta mos e friksat të kush po vinë milicia e shtimës me Pizgavera. Edhe Fehmia Goni kish pa bezu, tha, mos e friksoni, LDK-n e kemë të registru me Beograd, kemë dhe me zhvillu veprimtarim politike ku dush. Ndërsa, Kroacia, Slovenia ishin luft me Serbi, s'kesh Jugosllavi. Po sankcione e Kosovës si ka silë. Albin Kurti me vjesën i kanë silë sankcione e Kosovës në Kalteron. E kam bëtu. Hej, edhe për partë djogën e rëtarë të rëkiti, hajde shëpjogën e rë. Hej, Bavdjak, a pajtu është që i ka silë sankcione? Kurën e kurës, ja. E pse për të kesh? Kurën e kurës, ja. Qfar sankcione i ka? Se me në s'ka mërë sartë prekën këtu e sene, jo që me tonë bërë si për LDK, si për PDK, sartë i prekën këtu, ma qëjnë pjohën ma shumë ti për shkije. Pse? Me qëfar? Qa e po mi tresa ma shumë? Edhe pse buon zhidhjet, i fitos zhidhjet. Qore, me orë në temë, kam fakse plët.